Qeveria do të rrisë mbështetjen financiare për fermerët në mbar vendin, sidomos në frutikulturë, me qëllim shumëfishimin e prodhimit dhe krijimin e vendeve të reja të punës. Kryeministri Sali Berisha deklaroi se pavarësisht investimeve që janë bërë deri më tani, bujqësia është një sektor që nuk ka ecur shumë përpara dhe ka nevojë për vëmendje. Ndër të tjera, kreu i ekzekutivit theksoi se do të investohet në zonat rurale, derisa çdo fshat të ketë infrastrukturë të njëjtë me qytetin. Ne jemi të vendosur të rrisim mbështetjen për prodhimin bujqësor me një përqendrim më shumti në frutikulturë, por ne do ta rrisim atë dhe zgjerojmë gjithnjë e më shumë. Ne besojmë se me mbështetjen e meritur, me aplikimin e metodave më moderne, më shkencore, prodhimi bujqësor mund të 10-fishohet. Dhe në këtë mënyrë, bujqësia të shtrohet në një generator të fuqishëm të krijimit të vendeve të punës. Në këtë mënyrë, agrobiznesi të shtrohet gjithnjë më shumë në një deg të rëndësishme të ekonomisë shqiptare. Ministria e Bujqësisë dhe ajo e Turizmit në kuadër të 100 vjetorit të pavarësisë çelën në kryeqytet panairin kombëtar të agrobiznesit, ku marrin pjesë rreth 120 biznese të huaja dhe vendase, që ekspozojnë në çdo stend produktet e tyre agroindustriale. Pjesë e këtij panairi ka qenë edhe organizata holandeze për zhvillim, SNV, e cila është paraqitur me një stend dinjitoze, brenda së cilës i ka dhënë mundësinë fermerëve dhe agropërpunuesve nga rajonet Kukës, Dibër, Shkodër dhe Korçë të paraqesin prodhimet e tyre të pemtarisë, prodhime të qumshtit si dhe bimëve aromatiko-mjekësore, sektor të cilët i mbulon projekti Promali, një financim i qeverisë daneze në bashkëpunim me SNV-n. Qytetarët kanë paraqitur mjaft interes për këto produkte, duke i parë dhe shijuar ato, dhe disa prej tyre dhe kanë blerë. Stenda e SNV-s ku ishin ekspozuar produktet është vizituar në ditën e çeljes së panairit edhe nga kryeministri i vendit Sali Berisha, ministri i ekonomisë Edmond Haxhinasto, ish ministri i bujqësisë Emin Gjana dhe figura të tjera të rëndësishme të politikës. Vetë fermerët të cilët janë pjesë e stendës vlerësojnë panairin si mundësi për njohjen e produkteve të tyre dhe falenderojnë projektin e SNV-s Promali për mbështetjen dhe financimet që u ka dhënë. Panairin e du shumë mirë, pse ka nevojë çdo njeri të vijë në panair. Për arsye se këtu afërmohesh. Unë kam qenë për shopi, nuk e njeh kush tonë që janë. Aktualisht, me prodhimin që bëjmë, ke drejt të afirmohesh me tjerët. Me numër, me logo, me këta që e kemi. Prodhimet që kam këtu originale, punojmë, kam për 27 vjetë bagje, mundom që punoj sa më tepër dhe sa më mirë. Duhet që të njihni shumë me prodhimet tona. Ata që kanë marrë, një të gëzueshëm. Se nevoja na ndihmu shumë dhe plan ndihmon prap. Edhe drejtori i Ministrisë së Bujqësisë nga ndihmu, ka dhënë 80 milion lekë, zero interes. Ajo më futi mu që më ato, po dhe se nevoja na ndihmu shumë. Mi ka ja 2 muaj që në Korçë, ke shefi më thanë, edhe me dha shumë i kënaqur, që shkuam në bazën e Babushticës, ishte një fabrikë moderne dhe u kënaqur në gjithë pam, se kur shkon e shef vendet tjera është shumë më mirë sa pranë atij vetë. Çdo gjë është ajo, që se na vjen edhe pam. Edhe ata, edhe këto të ndron bashkë, edhe nga Shkodra, nga Korça, unë nga Dibra, kemi shkëmbyer eksperiencën tonë me një tjetër. Panairet janë shumë të mira, se njeriu promovohet, njihet me produkte, reklamohet. Përdojmë i shpeja nga Dibrën e që i thot i ati të birit, i thot babë, thot për mu provu që i burë duhet të provon oda, si me thonë, provon valje burrave. Edhe kjo është tamam, sepse kohë ka ardhur që ne duhet të promovohemi, po dalim me prodhime të mira. Qeveria po na mbështet, donacionet po na mbështesin, me fjalë, me këto pak lekë që kanë, siç është SNV-ja, Promali, kanë meritat e veta, por këto imi edhe pjesë e bashkëpunimit Fert Adat, me fjalë, janë shumë organizma që këto bashkohen, edhe del kjo punë që ka dalë, me fjalë, mundi është i joni, si thush, njohurit, teknologjit, si thush, edhe si thush, përvoja është nga donacionet, si nga Promali, si nga Ministria e Bujqësisë, si nga Ferti, si nga Adati. Ju çfarë produkte prezantoni në panair? Unë kryesisht prodhoj fruta, me fjalë prodhoj qeshi, prodhoj moll, prodhoj dardh. Këto janë prodhimet mia.
Në me ndihmën e qeverisë jam po montoj një frigorifer të shi atje, jam drejt të përpunimit. Me një linjë që të sim nga Franca, krijojmë një cikël të mbyllur në qarkun e Dibrës për prodhimin e lëngjeve të frutave origjinal. Cili ka qenë interesi apo reagimet që kanë pasur qytetarët kur janë përballur me frutat tuaja, me prodhimet tuaja? Njëherë fillimisht ta nisim nga Tirana, me thënë duhet të folim drejtësisht sepse nuk e kam parim gënjeshtën, se kam frikë Zotin, se ai na gjikon. Kanë qenë të pabesuar. Për shembull, kur kam marrë para 5 vjetësh në Tiranë, nuk e kam besuar se ishte i krijuar ide që janë prodhime maqedonase. Vinë se është kjo tamam, nuk e shtoj. Amo kur e shijoj, mi fjalë kjo është e gjitha, se klienti kur e shijon e kërkon. Mi fjalë vështirësia deri në shijim, si ta shijoj është e mbyllur. Mi fjalë është një sepse Dibra dhe Korça ka një traditë shumë mirë në prodhimin e frutave. Është shumë e mirë. Edhe ne këto aftësi duhet i shkrim, duhet prodhojmë, që si thush popullsia edhe njerëzit hanë prodhimet vendase. Stenda e SNV-s ka qëndruar për 3 ditë në Panajir dhe interesi qytetarëve ka qenë gjithnjë në rritje. SNV Promali është një projekt i cili financohet nga Ministria e Jashtme e Danimarkës dhe SNV, organizata holandeze për zhvillim, dhe që kontribuon në përmirësimin e jetesës së fermerëve në zonat malore të Shqipërisë, dhe më konkretisht në qarqet Shkodër, Kukës, Dibër dhe Korçë. Kjo arrihet nëpërmjet aktiviteteve dhe ndërhyrjeve që ky projekt bën në zinxhirët vleror të frutave, bimëve aromatiko-mjekësore dhe bagëtive të imta. Ditën e 3 të Panajirit kombëtar të agrobiznesit, stenda e SNV-s është vizituar edhe nga Ministri i Bujqësisë Genc Ruli dhe Ministri i Kulturës Aldo Bumçi, të cilët kanë vlerësuar maksimalisht produktet dhe punën e bërë nga fermerët. Projekti Promali i financuar nga Ministria Daneze e Punëve të Jashtme dhe SNV ka lançuar më datën 22 shtator markën e re rajonale të mollëve e quajtur Moll Korça. Tashmë mollët e Korçës do të kenë një markë të tyre në treg dhe po kështu edhe konsumatori do ta ketë më të thjeshtë për t'i identifikuar. Lancimi i markës Moll Korçë pritet që të rrisë konkurrueshmërinë e këtyre mollëve në tregun vendas. Në këtë aktivitet morën pjesë përfaqësues të SNV-s për Shqipërinë dhe Kosovën, zëvendës Ministri i Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit Ndoc Faslia, prodhues, tregtar, përfaqësues projektesh dhe organizata që janë të përfshira në fushën e bujqësisë dhe ushqimit. Krijimi i kësaj marke pritet të japë një garanci më tepër konsumatorëve në lidhje me këto produkt që ata konsumojnë, si dhe të rrisë vlerat e mollës së Korçës në treg. Ndër të tjera, molla Korça është një personifikim i vlerave të kësaj zone, duke pasqyruar traditën në kultivimin e mollëve, sasinë e ulët të përdorimit të pesticideve, përshtatshmërinë gjeoklimatike të Korçës dhe cilësinë e kontrolluar për një mollë cilësore me shije dhe aromë të veçantë. I pranishëm në aktivitet zëvendës Ministri i Bujqësisë Ndoc Faslia falenderoi SNV-n për mbështetjen që u ka dhënë fermerëve për kultivimin e mollëve në këtë qark dhe theksoi se sfida e Ministrisë së Bujqësisë është rritja e konkurrueshmërisë dhe forcimi i kapaciteteve për të evituar konkurrencën e pandershme. E konsideroj të rëndësishëm për faktin se në stadin aktual bujqësia shqiptare ka hyrë në një fazë të re të zhvillimit të saj, në atë të rritjes produktivitetit dhe të konkurrueshmërisë, duke synuar jo vetëm plotësimin e nevojave të tregut brendshëm, por edhe daljen në tregjet rajonale dhe ato europiane. Në këtë trend të ri të bujqësisë shqiptare, do doja të veçoja sektorin e pemtarisë, i cili po rritet nga viti në vit në sasi dhe në standarde gjithashtu. Është shumë e rëndësishme për gjithë prodhuesit, grumbulluesit, operatorët e biznesit që eksportojnë apo përpunojnë fruta, të kuptojnë që në kushtet e tregjeve të hapura dhe marrëveshjeve të tregtisë lirë, sfidat tona do vazhdojnë të mbeten standardet e prodhimit. Në këtë kontekst, ky takim i sotëm i paraprin atyre iniciativave që i shërbejnë më së miri përmirësimit të zinxhirit marketingut të frutave dhe të rritjes së konkurrueshmërisë së këtij sektori në të ardhmen. Është pozitiv fakti që vëmendja e prodhuesve dhe agroindustrisë ka filluar të rritet sa i përket markave tregtare të prodhimeve rajonale, qofshin ato individuale apo kolektive. Ministria e Bujqësisë dhe strukturat e saj varëse garantojnë një bashkëpunim të vazhdueshëm me institucionet e tjera shtetërore, me prodhuesit, me operatorët e biznesit, me organizatat jo qeveritare dhe aktorë të tjerë, me qëllim që kjo iniciativë e lançimit të markave të produkteve të bujqësore të zhvillohet fuqishëm në të ardhmen. Në këtë takim të sotëm, dëshiroj të falenderoj edhe organizatën holandeze për zhvillim SNV-n për mbështetjen që po jep sektorit bujqësor në Shqipëri nëpërmjet implementimit të projektit Promali. Përfshi edhe mbështetjen e kësaj iniciative të sotme. Një projekt ky që në opinionin e Ministrisë së Bujqësisë
e ka rritur shumë performancën dhe outputin e tij, sidomos në këto 2 vitet e fundit, e theksoj. Shpresoj që ky aktivitet të pasohet nga shumë aktiviteta të tjera të ngjashme në të ardhmen, edhe për më shumë produkte të tjera bujqësore dhe blegdërale në vend. Po ashtu, koordinatori i zinxhirit të frutave pranë SNV-s, Angel Skreli, vlerësoi potencialet e frutave në punësim, si dhe të ardhurat që gjenerojnë. Skreli theksoi se Promali ka dhënë një mbështetje të konsiderueshme për fermerët e këtyre zonave, por mënyrën se si duhet i kultivojnë mollët, me qëllim rritjen e cilësisë së produktit, si dhe ka dhuruar varietete të ralla të mollëve për fermerët. Në momenti kur është konceptuar projekti, është projektuar që në fund të projektit, në fund të vitit 2012, ne të kemi 1500 të punësuar më shumë shtesë dhe 500 të punësuar në mënyrë indirekte. Pra punësimi është e rëndësishëm në kuptimin e impaktit do të ketë projekti. Është e rëndësishëm nisur nga fakti që molla si frut është një produkt që kërkon shumë punë për njësitë sipërfaqes. Kjo do të thotë që, domethënë, frutat kanë një potencial për të punësuar më shumë njerëz për njësitë sipërfaqes dhe pra për të punësuar në përgjithësi. Nga ana tjetër, sektori mollës është i rëndësishëm pikpamje të gjenerimit të ardhurave për zonat e projektit, por për zonat malore në përgjithësi, natyrisht dhe për bujqësinë shqiptare në përgjithësi. Si dhe në rastin e punësimit, është projektuar që në fund të projektit ne të kemi një rritje të ardhurave me $11 milion. Natyrisht, këta janë dy tregues që ne po i ndjekim dhe së shpejti besoj do të kemi rezultatet e impaktit. Sektori mollës është gjithashtu i rëndësishëm në pikpamje të përmirësimit të bilancit tregtar. Dhe unë këtu kam parasysh zëvendësimin e importeve dhe nxitjen e eksporteve. Unë do të tregoj pak më pas që ne kemi evolucion shumë pozitiv në këtë nivel. Dhe së fundi, molla është një frut i shëndetshëm. Dhe kjo është e rëndësishme nëse ne kemi parasysh që në bazë të dhënave të fundit të Ministrisë së Shëndetësisë, 2 shkaktarët kryesorë të fataliteteve, të vdekjeve janë sëmundjet kardiovaskulare dhe kanceroze. 2 grupe sëmundjesh që janë të lidhura shumë me dietën e ushqimit. Dhe padyshim, shtimi i frutave dhe perimeve në dietë do të mund të përmirësonte shëndetin e popullsisë. Cilat janë ndërhyrjet për sa i përket rritjes kapaciteteve të fermerëve? Ne kemi konsideruar që mbrojtja e bimëve, ushqimet e bimëve dhe rritja e kapaciteteve në pasvjelje janë 2 momente të rëndësishme për cilat ka nevojë sektori mollës sot. Ne konsiderojmë që molla intensive e cila po mbyllet masivisht në vend, në Korçë, po dhe në Dibër, është një produkt, është një kulturë që kërkon trajtim shkencor. Domethënë, ne duhet mendojmë tani për mbrojtjen e bimëve dhe sidomos për të ushqyerin e bimëve. Nga ana tjetër, pasvjelja është gjithashtu e rëndësishme në kuptimin e ruajtjes së cilësisë produktit, por edhe të zgjatjes kohës së ruajtjes produktit. Qëllimi kryesor i projektit Promali është të përmirësojë të ardhurat e popullsisë në zonat rurale dhe malore të Shqipërisë, duke u përqendruar në tregun e bagëtive të imta, mollëve dhe bimëve aromatiko-mjekësore. Në zinxhirin e vlerave të mollës, Promali ka sjellë modele të qëndrueshme të menaxhimit të fermës, duke ndihmuar prodhuesit, tregtarët, pushtetin vendor dhe qendror, si dhe aktorë të tjerë të këtij zinxhiri.